Ky emision përmban vendosje të produkteve. Ajde. Mirë. Kush je ti? Se? Unë jam ka e pres Fatosin, Kryezion. Fatosin, veç me flok të vjellta si jemi. Veç t'i palës të se... Ama tisha. T'i palës të kusa se e kom të thuj. Jo, s'pi... Ani, valla palaj. Ta groni. E ju përshëtë të zhjua. Qështë? Ku je bre loq ka po më Apo më rejë shumë, Jo, ti për mira. E të kalëzën që vëllë një të rëmuj. Ketë dradhan. Kretë dradhan, po ti dradhan e konë për nejse. Për ndryshe mishë të nderuar sot e kemi Fatos Kryezion me flok të reja. Edhe falenderojmë klinikën që... Që që ka jam në klinika? Trandevu. Trandevuja ke e murë venin e parë në Evropë si klinikë më e mirë për mjellën e flokut, kështu që është top. Kështu që është top, edhe Trandevuja ka zgjedh top njerin për mja reklamu edhe mja... Fytyre tyne, jam fytyre tyne. Po, qashtë. Inshallah zbohu mirë. Agroni ki nevoj pa. E qaj edhe agroni, s'ka lidhje. Agronit edhe në pjesë tjera. Ke shkelit stove. Mëse shkel, këta janë qenushat e mi për ndryshe. Unë e kam një qenë pak ma të malë në shpek, se qështu... Çfarë ki? Golden Retriever. Golden me Labrador, qa është një? Po, ata janë shumë të mirë. Unë i kom 5 dvegjël, edhe në rrasën nuk të pengojnë që ku janë. Manini! Që kësha shutu të sta njerë? Shutu? Valaj shuton të ato të ki hongër. Keq. Hajde po shkojmë. Unë ti kena me bo muhabet. Që ta shullëmi, që tu më falë një miqë të nderuar. Unë e kom Fatos Kryezion sot në emision dhe për Fatosin që ta kuptoni mirë, e di që njihni të gjithë, por me gjitha atë, ekziston dokumentari që e ka punuar Ben Apolloni. Ta ndjekim, veç për ty, sallë për ty, sallë për ty që thojnë. Do të thot, dokumentari që e ka punu Ben Apolloni për Fatos Kryezion. Fatos Kryezion lindi më 5 korrekt 1981 në Prizren. Është një artist i pasionuar dhe i angazhuar që ka ndjekur rrugën e artit që nga fëmijëria. Shkolla fillore dhe e mesme e muzikës në qytetin e tij të lindjes ishin hapat e parë drejt një bote që ai gjithmonë e kishte ndjerë në shpirt. I rritur në një familje të arsimuar dhe plot pasion për artët, ai kishte mundësinë të ndjek shembuj familjar, piktor dhe muzikant që frymëzuan dhe ndihmuan në formimin e tij artistik. Në vitin 2002, Fatosi bëri një hap të rëndësishëm duke u regjistruar në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, Dega Aktrim. Ky ishte fillimi i një karriere të bujshme në botën e teatrit dhe kinemas. Shfaqja e tij e parë ishte një hap i rëndësishëm në teatrin Dodona, ku luajti në shfaqjen Vetëm Mish, e cila u realizua në regjinë e Tomor Misinit. Ky fillim shënoi një përpjekje të guximshme dhe të paharrueshme për të ndërtuar emrin e tij në skenën shqiptare. Në vitin e dytë të studimeve, Fatosi u angazhua në projektin e parë televiziv serialin Kafeneja Jon, një arritje që i hapi dyert të shumta të industrisë të televizionit dhe filmit. Pas këtij hapi ai luajti në disa shfaqje në Teatrin Kombëtar të Kosovës dhe në disa seriale tjera televizive, përfshirë disa nga më të njohurit si Zyra për gjithçka, Tosta Tesuki, Tigrat e të tjerë. Gjatë kësaj periudhe Fatosi provoi edhe skenën ndërkombëtare, ku realizoi filmin e metrazhit të gjatë Dosier K, i realizuar në Belgjik në vitin 2009, një eksperiencë që pasuroi më tej bagazhin e tij artistik. Por pasioni i Fatosit për muzikën gjithmonë ka qenë një pjesë thelbësore e jetës së tij. Por një kohë ai ishte vokalist i grupit orkestral Dy Korriku, një eksperiencë që e ndihmoi të zhvillonte më tej aftësitë e tij muzikore dhe të ngjallte emocionet e audienca. Ai gjithashtu ka qenë antar i korit të Filharmonisë së Kosovës, ku ka pasur mundësinë të kontribuonte si bas bariton nga viti 2002 deri në 2005. Performanca e tij në 2 opera të mëdha, Dasmar Breshe dhe Carmen, shënoi një moment kulminant të karrierës së tij muzikore. Fatosi është një njeri i ndjeshëm ndaj artit dhe jetës, dhe kjo është pasqyruar jo vetëm në punën e tij si aktor dhe muzikant, por edhe në pasionin e tij për familjen. Ai është babai i 3 fëmijëve, 2 vajzave, Nina dhe Uma, dhe një djali, Ano. Me këto 3 perla në jetën e tij, ai ndan dashurinë për artin dhe një përkushtim të thellë ndaj atij që ka ndërtuar gjatë gjithë karrierës së tij. Me profilin e tij si aktor e muzikant, por edhe si mik e bashkëpunëtor i shkëlqyer,
ka bërë që sa herë që të flitet për film, teatr, projekte televizive e muzikore, Fatos Kryeziun të gjithë ta kenë në maje të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, jemi ratu me Fatosin. Fatosin me njerë janë gjiti kafës. Po, shumë e mirë kjo, Allah. Është kafja Vilveta, për ndryshe? Turka? Turke, bre. A ti sponsor këtë në emisiona? Po, valla, kom sponsor edhe shumë jam gëzu drejt me të kalëzu. Do me thonë, problemin më të madh, sinqerisht pa bo reklam, po më ne pa u mundu mi dhonë kahje reklamës. Unë edhe gruaja e kemi me ranë kafe të mirë turke. Apo den? Valla, Vilveta. Problem do, po e ka një farshijet e lete hollë po bëhet si langështeni, apo den? Sa do kafe që i qëtë, mani, adhe nuk e ka qëtë kajmaku që të mirë, kështu që ka kafe shumë e mirë. Vilveta është shumë kafe e mirë edhe drejt me të kalëzu në s'kom pi kafe turke shumë kohë. Kështu që është lirë një gjusë shleperi ma bëne të shpisi. Për ndryshe Fatosit për kujdeset pak se edhe pak ka biznisi i babalakut. Po, saks. Të cilin e përshëndesim shumë, zotni Skëndere përshëndesim shumë, është një zotni fantastik. Halal qysh ma ka dhonë qikën. Një me qysh ta dha bre qikën. Një të di. Kështu që edhe te Magra është mirë me qu Vilvetën, për shkak se është vërtet kafe e mirë. Nuk e dja shërben turke, jo, nuk shërben duke turke. Po si dhe pëse më së pështyn menu, është interesant. Ju keni ushqim tradicional. Ushqim tradicional duhet kafja turke. Unë shpesh nuk hy në restorant që nuk ka kafe turke, tash e tutje do me thonë, edhe sidomos kom qef kur pës, a e keni Vilvetën, ma bojnë po, eventualisht disa më thojnë jo, aty masaj e ndrej kahjen. Unë jetën se nisi pa kafe turke, do më nuk nisi, kur qona me bardeze në gjyrat shah, a vëden? Si te pini shole, ma të madhe që këta e pini shpeone, tak ja nisi me marë në gjyrat, a vëden? E dyta ma nem stabilizan, ketrang, edhe filloj jetën. Edhe pastaj fillon jetën shumë bukur. Për ndryshe, mund t'ju them miq të nderuar, prit ta ti thom ashtu. Pëtëm edhe për ujë pak, se edhe një ujë e kom kështu, një aparat e kom që ma pastron ujën në shtëpi, kameloti praktikisht. Qito duheni me shtite Magra. Qito për pas të Magra, këto është mirë me shtinë është edhe në shpeone. Se edhe në shpe ku jetojnë në ndërnis nuk pijet ujë, e ka një farë ere, një farë duhmi që i thonë populli. Kjo e ka një të mirë, Fatos, se nuk t'i hek vitaminat dhe mineralet, nuk ta destillon, falemderit, nuk ta destillon ujin, por ta pastron ujin edhe i len bakterjet e shëndetshme që janë të nevojshme për organizëm. Trupin një pas, okej. Ndërsa... Dëmë që kjo është logjikshëm uji i shtetit, po filtri e bën të pishëm. Filtri. Plus, çka është e mira, filtrin e blen, po aparatin se blen, s'ki nevoj. Nuk muj, vallë, nëse ma bën një fri ketë e marë, nëse jo të kundër të nkthej, s'muj. Po bëjë marë. Për ndryshe, unë muj me thonë që shishet e plastikës i kom hek krejt, për shkak se unë hargjojsha në muj, pare për uj me shishet plastikës, sa hargjoj për të në vitin me një filter. Po, i cërë kjo ka shumë e kapshme për çdo familje, për thuj, se që kanë të lashe, po, me uj jo të mirë. Po, letë ma vjen, bema në shpe, edhe në Magra, vabla. Ja u japu në numrin e Fatosit. Për ndryshe, qita e kom sponsor të Agronbulës se i blen Pëmt edhe vetë. Pëmt e mira, une e kom bo, nuk ka shumë sheqer, po me nëjë sheqer si kom qitë heq, po ka mjallë. A di që ka merë malë i gjeri shpesh gjyshja, rametlikja. A bëjke kompot? I bëjke kompot, po i bëjke edhe e du këto të trëndafilave që e bëjke. Aj, zëtë. Edhe mu më merë malit, ta që asë qikni nëse ma vind t'i krejt. Një dit nuk të raj, vesh të kërkoj edhe këto që keni bu. Hajde, provo. Sa e mirë. Për ndryshe mrena ka vishnje, ka mjedra, ka aronja, ka ftu, ka moll edhe dardhë. Shumë e mirë. E qysh u bo kjo u vlu këto sa në të kejtë, po, si kompoti. Kompot. Unë e zdesha me bo këto, kum tentu vjetë, se kom këqa të rëndafila në shpe, tentova vjetë me bo diçka si,
edhe kur gjë veç u vlu ujë edhe kur gjë s'dita me bo asha. Pej dëshirës me kthy qatë emocionin me e gjyshës që i ka bo, u mënohem po edhe s'desha. Janë disa receta në Google për praktikisht për shurupin e trëndafilave, por megjithatë duhet një dorë diçka, po. E perfeksionume që e bën. Për ndryshe në mrizin e zonave kom pi ven që e kanë bo prej shurupit të trëndafilave dhe e kanë lënë në diell të maturohet, natyrë. E tash, prej krejt që ty në qito... Edhe amelsin. Amelsinat e Rudit o i zemër. Ave Rudi, tash me ketë respektin për juve, apo den që kene biznes edhe kene di që kene produktet e mira se gryja e merë, por problemi është që unë s'ha amelsina. Po ty mës me t'aprish, ata kërkoj. Po. Do me thonë me kërku. Ta shojmë Rudi që ka bo. Do më jam shumë idiot sa amelsina kor. Po getë që kom shumë sheqer mrena në shpirt. Po valla shumë i amelje, bre. Sa e mirë. Hajde këzuar. Rudi shumë e mirë ke. Ma kjo është e kundur dhe sa e mirë. Tashmi që të ndëruar është rava të bëhemi pak... Kush bre? Serias, e më shelin qëtu nëse bëhem serias. Ja, shansa nuk ka. Shumë shijet mirë, për në me shijet mirë shumë. Rudi ka gjithmonë fantastike. I ka pas edhe këto prodhimet për festat që kaluan, për festën e Bajramit, të Ramazanit, i ka pas fantastike. Edhe dy prej tyre i zgjodhem sot për ty drejt me të kallëzu. Unë i ha ambëlsinat, po kishe po moj një farë djetë. Po, Allah, heq mos moj djetë, ma mirë me hongër, hajtë. A i ki po sa do njerëz janë të lezeqem kur janë trash, kur do pësohën diqysh... Që e ki me bufin, më shalë, këtë po mësonë mu të shakova, që do pësu s'pi ka hia, pëtën. Mu loqë. Për në me bufi ka e këto kila, po edhe mus për më pëlqenë si njerën kur përshok kështu si, vëtën dhe që ishi dëftë pak, atën. Ja, mu për më pëlqenë që i ka hek kilogram. Ja, e këma mirë, bufi o bof, bufi që shukon bufi, apëtën. Po, veç mu për më pëlqenë për punë të shëndecit, se në këtë mosh ne duhet të hekim pak kilogram. Sidomos, bufi, që ka duesh me marë, bufi, qito, ti forcon edhe ishnat, ti forcon edhe krejt, dhe me thonë, edhe plus ta shtrëngon lëkurën pak, se na kur hupim killa tash na bot lëkura pak ashtë e vjerrën e po. Palidhi. Unë e japë recetën shumë më të mirë, dhe me thonë, ton jetën, unë e kum lidhë mëngjesin edhe drekën bashkë. Kurse kum hongër mëngjesin mëngjes, e kum hongër në erë, po pak, mëngjesin mëngjes, po e kum lidhë mëngjesin edhe drekën. Nora sa e ke hongër? Në 2. Në 2, okej, mirë. Edhe që ku i ki rezultatin. Si manekin. Gjithë ke që. E darkën kur e ke hongër? I heq, po thuj se heq. Të nditën ma se s'ke hongër vesh? Po e hasë unë e pi kafe, na i qasë diçka të vogla, kështu, apëte, pi kafe. Nështë edhe bira ma ndihman pak pi, në mëna me bira e ka Elbina është shqysë të sana. Po bira duhet me ta fry barku. Ja, që ma ne ken. Po ja me të brua është, apëte. Po të më dhënë që kjo, unë e kumë bo ton jetën. A kur kumë mongër, kur ushtresha fitness, kjo ka ndonë në pandemi, i hajsha 3 shujta, nështë ta 4, se u dashke për musku i sene. Për 2 javë pa ta shtu 8 kila. Do mos që të hanë ushimin re. Kështu që veç delbi ati regjimi hanë njerë dhe qa. Okej, po ndëgjot, bufi është gjynams me hongër 2 herë, eventualisht 3 herë, sa e ki pa dhe qyshe kur e pregadit ushqimin është qefli. Bufi tash mëse e ka bo edhe me hongër, 10 herë nuk hanë si zog. Po, hanë pak, se ka lukëthin pak. Ani, drejt me të kalzu shumë jëmë gëzu për bufin që i ka hyja asaj rrugë, unë e veç jëmë ty menu e gjithë po këqyri bufin shumë shpesh në Facebook edhe thëm edhe unë e du një dit, edhe unë e du një dit. Po shumë e letë është edhe, vetë shkanë kuave i veni, aty thë mirë dita, ama bën që të luksin sa një banane dhe regull. Për 10 dit tjere. Qa banë te, a je mirë. Që valla. E kush hanë, ma se unë e kom qef me hongër. A ki që me hongër. Po në erë me syve që një është knasë. Ajo, valla, mu syni së më gjinë. Okej, fillojmë me Fatosin, fillojmë prej fillimit. Të ti, dhe me thonë, ku ke lindë, Fatos? Kom lindë në Prizren, me 4 korek të thenitën, ndërsa në atë periudhë më kanë shkru në letra me 5, kështu që unë e festoj me 4 korek, me Amerikën, me pavarësinë Amerikës, a me letra e ka me 5, a festën e bëjmë me 4.
Kur kom linë. Okej, edhe në dokumentare pate me 5, Po, kështu që se me letra e kom me 5. A kështu e festevën me 4, me 5 veç hajt 4, apëden. Hajt. Jo, a din qka, me 4 me familje, me 5 me shoqni. Me shoqni, me 6 ma ne after night i ka. After night, Shkollën fillore e kom të kryme në... I kena ngu në dokumentar krejt. Po, shkollën fillore. Kalzona diçka prej shkollës fillore. Na i kujtim të lezeqëm. A të ka pëlqy na i qika aty? Po, normale si... Kush? Po e desha shumë, jo e desha. Së dashnia e qarës në shkollë fillore është diçka, kur e shesha dhe në interesant. Dashnia është aja? Që e kom simpati, dashni. Një kujtem shumë të mire kom për që nuk e di emrin që ka për njerë, për këtë qikën. Klasën e 6 kom qenë. Edhe më thot me hinë dhomë detyra me bo babja, mami dhe ku ma arruna të vakë, e hyjën e shkruj një letër dashurije të qka për ta. Qka kish kërë, mon Edhe, vetë? pa i se di valla, kërë një. A ki thonë unë të dua ti Si me të tu, donë? të qka, gjithu, edhe nashe. Edhe më zënë babi, edhe mojnë mend që atëhere sot, du më thonë, e mojnë mend që atë shuplakën që pa ta unë për bajë. Pam! Një par shuplake, e lëgunë. Ku? Edhe që A ki gudzu mo me dash diko? Ja, kërë njetë. Edhe tash e kom dashni me rezervë, do të më kam jetë me atyre. Qka bojnë shuplaka ata përshe? Kjo është kujtesë e shkollës fillore, edhe një e kom u kon trend në atë kohë me dalë më rej mas shkolle, a vëten. Dhe me kush është ma mangupi, këto s'keshim këtësim më rej së të në klasë, po ajtë se shije mas shkolle dhe kena më rej, e pa ta dalë njërë më rej me njonin. Edhe... Më pa të bollam, valla. Si më mangup. Edhe kur shkove në shpi? Ja, ma në e kësë di, po unë më ka i këve kujtesë që ka ndodhë. Ama e mon me gjithë ka rrit ka bolla. Mirë, e shkolla e mesme pas daj? E shkolla e mesme koni interesant. E kom pas një periudhë, jo, periudhë, 2 avë, u pa ta registru në gjimnazë gjusorë në shkollë mesme. Po? Ajo është periudha e luftës, kur mojshim në shpia e këto. Po. Edhe hynë klasës, më pëlqej ke ambienti gjimnazë, gjusor, dhe që është palidhe për mu, si ndjenë si ase. Edhe fati më pytë njeni për jazhallarve, thot, qësh po të shka në, abde? Edhe thash, valla, palidhe, abde? E të shka, do, bam arej, bam këne, shkojmë në muzikë, shkollë muzikës. Okej. Edhe hi aty një farë testi ma bënen, kur hi në test, o thot, ki vesh, je talent për muzikë, abde? Ate e këna vërtetu edhe na krejt. Edhe mund është mas testit që ma bënen, në qëlluar tingujve dhe, dhe me pa klasën mund është magistru drejt nëse. Kur hynë klasë i shot 8 veta, 9, oj zot, a i ke të rinjë jam, për që ato isha linë logik shumë. Ma ne pe aty që në shkollë të muzikës e më konë shumë i mirë, si në dans. Cilin e ke pas, a ke pas ndonjë instrument të... Për gjithë shme më konë, Po? se shkollë e mesme. Për të gjithë shme jem konkretari i shkollës, jem konzat shumë i mirë. Prej ati që jo remra pa Po, që është shkollë fillore, sakt. Jem konkretari i shkollës edhe jem konzat si mirë në shkollë të mesme. Nëse e kum dasht, realisht hala vazhdoj me dasht muzikën. Këtu budallakina në shkollë të mesme zdi ku mja nisë. Prej budallakinave ma të lezeshme, trego kone ki dasht në shkollë të mesme. Ku ma një qika ta shka të visat. Ska lidhe. S'ka lidhje, është normale. Shkollë të mesme ku më pas disa dashurit qka. Oh, A vëden? bukur, i parahatshëm. Po jo është ko, është normale, është pas. Ma dje njona e ku më pas pak ma gjatë një si lidhje. Edhe mas i pata arë në akademi këto, e di që vike mas me ju. E unë isha një farë burë, si agronin sot. Një farë frajeri, një farë shto. Po si të se tjetë jam faza shumë të mira tjetës të adhen edhe të ngelen kujtes për ton jetën, adhen. Dhe pse mu Covidi, mas Covidit kum nis me harru këgja, kështu që nështë ta është ma hajrë. Mas Covidit kretë kanë fillu me harru, po. Okej. Kjo ishte faza e shkollës së mesme. Tjetër gjë, çka të kujtohet? Për shembull, kur ke shku në shkollë, do të thonë shkollën e mesme,
ty dal, a ke dal mramjeve, Prizreni është shumë i bukur. Natën, për shembull. E kum pas një trip në shkollë të mesme për 4 vjet. Domethënë sa jam shku, unë e kum hangër në mëngjes, çdo ditë ka një moll. Wow. Kum pas trip, domethënë mëngjes, la dhëm berrap, se a kum pi kafe atë, jo turke, s'kum pim nuk atë. Siri. Po. Po e di që e kum hangër ka një moll, çdo ditë 4 vjet. Si e smu kur, garant? Jo, kur njës. Unë ala e kom top imunitetin. Edhe na e trip tjetër që ka pas aty, po ka pas shumë shkolla muzikës, po më ne që e mesmja të dalun atë këto. Jem kon një farë çapkëni edhe atë në qendër vëmendjes, plus jam identifiku si një djalë me ato kaçurelat që kum pas edhe e kom majt një gitarë konstant në krah kështu. Mande u kon interesante që veçoj në shkollë të mesme, më kon vitin e dytë, po vitin e parë ku bë muzikë në kafe bashkë kështu. Po. Flas 95, para lufte, ku bë bashkë në kafe, do të thonë, im kon me sent, ase Axhi u kon me gitarë, Hakia u kon me harmonik, janë këta djenë që... Çfarë muzike keni bë? Popullore. Popullore! Madje, Kurse kisha jën kon këto kafet ku shërbeshin sërbe. A vëdem? Edhe u kon njona me flakt e mojnë men, me flakt bardha në të fakt. Edhe më thot mu, qa po do me pi? Unë i bata thonë, në gjuhën e saj, mësova që ta. Ma jep një sok si flok të tuja, dhe me ka i kish flok të verdha, i kisha fjallën për font. U kon interesant. Edhe një trep u kon shkollë të mesme, në qëtu kërë peshim muzikë, shkojshim me bo muzikë, po mënej, kër u këthejshim, jenë kon këto patrullat e policisë që në analë, që për pas që hajshim kërna shuplak, u dashke, u varke për gjendjes së tyne që që janë të pita, jo, me bo një gjysore muzikë, për ta, ma ne jemi nalë shumë. Do më në vitin e parë, dhe që fara se. Viti i parë gjimnas, viti i parë jo, shkollës muzikës, po. E ma ne vitin e të mas lufte, i vjen viti i tretë, e kujtoj në shkollë të mesme, si pjesë të veçantë, ku e pa ta bo një koncert unplugged. Që kur për të flasë për 99-2000, s'po thëmë që e kanë ditë pak njerës unplugged-in, po ne kum pas inspirim për grupit tem që kum pas favorit atë ko Nirvanas. Nirvanas. Edhe pa ta bo. Skenografin ma ka bo Tahari, Alundari, u konë shumë interesant. E se di ku janë ato gjirime, janë dika, po nuk e di. E përshëndesim Taharin, Tahari u konë fantastik. Njeni prej... që thojmë na filmagjive, shumë të mirë të Prizrenit, kështu që edhe është shok i mirë. Edhe që të e kom ma në kujtes, ma ne i kom do që Covid-im ka knasë që kom haru. Këtë pjesën e keqe e pas në haru keqe që kom bo me qika. Okej, s'po e kujtojmë heq, nuk po i futemi andej. Jo, ka qenë periudhë shumë e mirë, që kështë përmënej. Po tash nuk po bona patetik, po vrej dalojmë shumë na me energjinë që kemi pas në atë kohë me përbëj krasimi me fëmijët e mi. Se kanë qatë motivin, se kanë qatë elanin për të shkollu, për të qenë në qendër, për të kapë diuni, për të kohë një pari. Një një farë faze ku, po dhe, shumë keqë. Edhe kjo, po edhe fukarallaku. Se djetë botnisht që njerës të varfun arin shumë, njerës që kanë këtë jetën në komandë, këtë asir, pa më të vje. Për shumë të qika, ma ka bo sakë. Ajë se bot, s'bot. Nuk bot pa u qubet. Mirë, pastaj kalove në Prishtinë, në një bot komplet tjetër, se Prizreni me gjitha atë është një si qark i mbyllur, i bukur tradicional. Edhe e ka bukurin e vetë me atë ndjenjen, frymen që ta jep. Por Prishtina është një konglomerat, Prizreni, Peja, Gjakova, Podujeva, Mitrovica, do me thonë, prej se cilës provincë vjen diçka. Si u ndjeve ti? Logika ishtë kjo, do me thonë, e para pej daljes se që asaj një kulturët e qujtë prezencë që veqojemi na, si njerëz ma të bute ma se,
në që të farë grumbullin e ketë njerëzve, e theva barjerën edhe aplikoj në Akademi të Arteve. Kur aplikoj thyrje jetësore për mu konkursin pranu, vitin e parë. Bam! Edhe, qau bo kjo. Ka shti dikon me të ngjofshëm. Po si nuk ma merr mendja, jo se mandej atëherë ku menu që Jo, menimi i parë. Po, ç'është. Gjithmonë është Po. dikush ma ka zonë vendin. Në fakt kur kom hy mandej kom pa që për më nuk është. Edhe arsyeja kishte qenë se unë edhe Shkelzen Veseli jemi konë si të ngjashëm edhe në fizikë, edhe në këtë. Edhe kam vendosur me marrë zelin. Manej ajo ka thymje shumë e madhe për mua. Jam kthy në Prizren me në atë vakt, një vjetë kom pauzu në studem, pa ta shku pa të më fillu në radio me Albatros Regjën, në radio Prizreni. Me poetin? Po, me poetin, qatë dusha, ajo është ketë, ajo është shumë i malë. Edhe rogën e pare kom për Albatrosit në radio. Wow! Mandej vitin tjetër u pranova, edhe vazhdoj jeta, për mu ke shumë jetë. Kur erdha këto, këtë frimimi jam ke shumë ma i ase, Ma i lirë? Ma i lirë shumë kom frimu. Se? Mu plëcu Nuk e kishe agjën mi kokë Jo, këtu, nuk e kishe prend, qka ishte puna? Andrëm në shkollë të mesme, vitin e 2-3, të e studiu muzikën në shkollë të mesme, andrëm për aktrem, dhe më thonë e kum pas shumë të madhe. Po? Qatë që madhe, si e kam sot profesion, jetoj për i saj. Edhe, sot që kur nuk më pranun, një vjetë ke që ajo humbja për të kthy vitin që vjen, mu pranu pa tjetër. E kur u pranova, ajo kema ne qaj energjia jeme ku u du... Të dha dhe vetë besim edhe të gjitha. Edhe ajo ka përqu me ato që sot jam Vjollca Luka. Jo, kjo tjetër atë. Sot je Elvana Gjata. Elvana, dhe u ftil. Mirë, cili ka qenë roli i parë që ke marrë kështu profesional? Në vitin e parë në Akademi Luanin e kom pas profesor edhe asistenti e Enver Petrovcit, ka qenë Luani, Enveri në aset, ma shkurt Luani, thike, në vitin e parë mës luni se mësoni keq. Dhe më e merë për dallash. Si idiot që jam, se pa ta ngu. Edhe luj në shfaqen në teatrin, do nga ka qenë, në regjit të Tomor Mesinit, Tomori ka qenë është pej Preshevës, andej. Titulli i shfaqes është Vetëm Mish. Shfaqja e parë. Do më thonë jo perime, jo buk, jo kurqe, vetëm mish. Vetëm mish, ka qenë. Po kush e di për çka ka qenë shfaqja nuk... Kum haru, oj, zotë, sa vjetë ka shumë. Po di, e mojnë men titullin e shfaqjes, po ka qenë shfaqje e shkurt për studentën atë vakt. Edhe pe aty që jam në Almadi. Vitin e parë, është kjo vitin e dytë, mandej pa ta fillu me kafenin tonë. Aty mo ke brilu, ke qenë fantastik. Aty veç që u konë problem epizoda e parë, dhe sa e kom njoft ekipën, terenën, aty e njoft edhe me Donatin, me Bufin, me të gjithë. Nese, me Bufin e me njoft, po me Donatin si kolegë të shuj, po në projekt për thuj se për shumicën për neve, jo, këta kam pas përvoj, pak Ademi kam pas përvoj mas madhe. E mu që ka më mungoj më pengoj ke që ajo me njoft që shpenisi, ku mu shpërthy unë më vasë. Edhe ku një moment shumë i vështirë me izjë i jemi, kur epizodën e pare gjirëshim. Pe emocioneve, normale, kisha tekstin sa në këtë, po kur marrë me thonë, nuk në dilë këtë thonë, se emocione, pitutës. Edhe e një Ademin ndjerin, i thotë Shkumbini, thotë, ai Shkumbini, ku e keni gjithë këtë amator? Kua! Për mua jo ke adin që e lutë tokë. Po nej, se mandej, mas 3-4 epizodave që resha Ademin, kam resha, ikve shpak se kom me gjirusht. Po nej, me humor, po e bëjsha, e ngocrim shumë. Edhe mandej kom vazhdu, kom pas edhe shfaqe profesionale në teatr, komtar, të fundit e kam, jo që se du teatrin, po teatri e kam të Isa Qosës. Nuk e adhuron fort teatrin ti? Menej që është lodhje pak. Edhe është diçka, është shumë gjyna, mundrimet, shfaqja në teatr se hup. Sakt, po. Shfaqet disa sezona, mund të shkoj edhe ndoshta 4-5 sezona,
po pastaj hup në rast se nuk regjistrohet. Logjika është kjo, se dia e kom dallasha, po unë kum shku me këtë logjik pse nuk jem angazhuar në teatr, se na vet, këtë Prishtina e ka 700.000 banor me tardhë, domethënë. Edhe tash ti kemë dhënë për kushtim me shpirt e jetë këtë për më të pas sa 2000 veta. Logjika është që nuk shpërthen ti si aktori të teatrit, më rrit, me bo role, po kime dekt ç'to dika. Po kime shpërthy me diçka tjetër, zakonisht ose me film, ose me ndonjë projekt tandin të veçantë. E vërtet, apo do. Ti le që ke shpërthy me Kafenen ton, që ka qenë një serial fantastik që është transmetuar në RTK dhe halal e këshyr. Njerëzia. Halali qoftë që e kanë përzgjedh atë projekt në atë botë, por ti ke shpërthy edhe këndej me Fatos Berishën e me grupin. Me Dikoriko, po. Fantastik. Ai projekt ka qenë fantastik. Pse nuk e vazhdoni atë? Po, logjika kjo, me shumë dëshirë na e nesëm këtë, po ne me qatë energjin edhe me dëshirën për punë, se unë këtë projektet, nuk e nisi unë për të fitu lek. Unë e nisi për ta përmbush një diçka temen që është pak ma shumë se leku, që është emocione. Njëtën energji e gjeta të djemë tjetër, Fatosi dhe Fatoni. Po mande jeta në herë, kur e nis me dhe prap nis në të tregu, se na jemi 1.5 milion kejt, dhe më thonë që të artin tonë ti nuk mënesh me këthyn monedh. Dhe kur e shef manet që Fatos Hoxha edhe Fatoni Sufi e kanë profesion primar, dhe mojnë familje për asaj, me Dikorikun nuk më ishe me mojnë familje për asaj. Edhe manej ndodha ajo shkputja edhe si spontane. Të huajsim të themi. Bravo, po edhe, po mënej, nuk është që nuk i merë malli edhe ata, dhe më thonë se... Po, dëgjë, veç, nuk është, jo vetëm ata, po nuk është që nuk na merë malli edhe ne. Na shpesh i kthehemi YouTube-it ose i kthehemi disa xhirimeve të vjetra veç me ju pa sa të lezetshëm keni qenë. E bukra e kësaj e kohë që na kur prova s'kemi bo. U sheke. Kur një, po, jo profesionalizëm. Jo, nas një mënyrë, po u shike për shkak se tekstin kur se keni këndu njësoj një natë për para. Në fakt dhe që e konë shmekje. Edhe që aty ka qenë lezeti praktikisht. Po jemi taku me Fatonin edhe me Tosin, lezgjekshëm një këthem, i kemi thonë, jo këthem, po këthem të që i na mujmë me bo be koncert. Me bo një koncert pak ma interesant. Edhe me organizu pak ma mirë, edhe me bo në program një orë e gjysë, edhe që kur vinë që ata njerës që qoftë me ftesat, që do të që e bojmë, edhe me ngu muzikë, po edhe me majtë britë të kesh, ka pa. Qashtë. Se që e gërshetimi i stand-upit me kongë. Se ju e keni pas edhe qatë, dhe më thonë edhe për mes kongës, por edhe midis kongëve e keni pas atë stand-upin e lezetshëm, atë humorin e lezetshëm. Ku ka ma lezet, shkojmë, zdi ku beshim muzikë dika, në një klab në Prishtinë, zdi ku konë, edhe Fatos Berisha montohet këtë bubnjet, i montohemi këtë sene, edhe ullët në bubnje pa shtoga. Ta s'pas në shtoga. Edhe qa bëjën i qeli këto dëllapat që në të kafiqave që janë 2 lugja gjej, me lug, do më në gjellës i ka. Ajo, fana, dhe. Por nuk ish problem, me kry punën, e kry ke punën me lug. Njona pej. Nuk ka qenë edhe problemi aty me t'inglu fantazi, ka qenë me... Në fakt na kemi t'inglu fantazi. Me lug? Jo, me lug jo. Kështu, muzikalisht, Fatosi Berisha, Fatosi Hoxha, edhe Fatoni Sufi, po, ju keni qenë të gjithë profi. Po, prandaj prej njerëzve profi dalin senat lezetshme shumë, edhe kur improvizohet nuk menohet që kanë improvizu, se menon që ti kanë ushtru me jave, me muj. Shumica prej kolegëve, dhe më thonë, nuk e bes kolegëve flasë të muzikës, kur e në gjëshin live tona, badhen, dhe me kështë e mungë pa prova, me pa brigja, pa uza, me ato koordinimet që i badhen, dhe më është një frymë, Dikoriku është një frymë. Po, qashtë, po ju me sy jeni marrë vesh, ose me atë vargun e fundit që e ke thamë ti, Fatosi veç e ka ku po don me kalu. Ajo u dalu, sidomos
profesionistët e kanë ndalu atë gjë. Po, në anën tjetër, gjeri, mandej, muzika të na, unë me dy kore kur pa të mborë, kur që bëshim natën, mund të shregullon totalisht me pjesën e ditës, mandej. Se fillon 90 natën, e kryen 2 natës. Kur e kryen 2, hajtë përshkrim po hajmë diçka të 5. Pastaj vazhdon deri në 5. Mane të hynë shpe, gruja thot, më gjes të shkum punë, apo dhe në flanë, apo dhe në ti flanë, është këtë shregullen. Për mu njena për arsyeve ka qenë edhe kjo, dhe që nuk ju marrë pak ma seriozisht me këtë pjesë, për arsy se kanë qenë qikat në kohën ku dashkemi asi në shkollë, këne radhë, jeta manena ta jep këtë tjetërën që mës me pas për Nuk mundesh me e koordinu që ndërsa aktrimi, provat që pak ma për njerëz, se i bën në mesdit, i bën masdite, shfaqjet ose xhirimet janë koordinosh, maksimum deri në orën 10. Apo e ki jetën pak ma me komoditet. Kështu që po kthimi për përsëritna nëse e bojmë, ku më thonë djave, do të më kthy me një koncert të mirë, apo me bo mirë, apo. Patjetër se është një mungesë e stilit të tillë. E di, gjithë është një mungesë shumë e madhe e stilit të tillë. Mirë, ku është tash Fatosi? Unë e di që ti ndihmon shumë baballakut tënd. Po, grusë si kërja menaxhon. Edhe ndëgjova për një projekt të ri. Thes që s'po dënë me folë. Jo, para që po ta ka dhe para kësaj. Ninën e kam në vitin e 2 në shkollë të mesme në farmaci. O, drita. Suporti i jam edhe i Lenës për Ninën është Nina i gëzon pa e kry shkollën e mesme 2 barnatore. Ja kemi hapë. Njënën e kemi të Qapa, njënën e kemi në Vranja. Ja kemi hapë Ninës vitin që vjen e kryen shkollën e mesme dhe ka drejtën e punës dhe zhvillon biznesin e vetë. Shumë bukur. Tjetra, po të kallëzoj, se në smuj me nejtë pa prodhem. E kam në fazë përfundimtare fabrikën e prodhimit ajvarit. Shumë bukur. Javës që vjen, fillon testimi i ajvarit, kështu që dalim në trajtë shumë shpejt. Do me thoni keni edhe recetat se si do të përpunohen të gjitha, e keni tregun ku i merrni, tregun ku e shitni. Bravo bre Fatos. Snona. Bravo, shumë mirë, shumë jam happy për ty drejt me të kallëzu. Edhe pjesën, edhe turshia të kallëzu, fafarona së mborkan, kastravesin turshi, ketchupin. Do me thonë ka shtatori unë e këtu në tavolinë mund mi pas? Jo, ti veç që ki. Shumë bukur, fort bukur. Mirë... Elena e ka ma ndej pjesën e menaxhimit magës, që ajo e ka me përkërë. Aty një mëj, nështë ta veç me të shumë e kërë dhe më gjes me pina espresës që shpejt. A do me thonë nuk je involvu në ashtu? Veç janë një mëj Lenës. Lena menaxhon, Lena e kry, Lena e bon ketë. Okej, miq të nderuar, tani do të shkëputemi pak në mënyrë që të shohim se çfarë recete na ka përgatitur shefi në kuzhinën fantastike të Frigo Deluxe. Përshëndetje, unë jam Zej Qanova, jam shefi Hip Petrollit, Hip Restoran Petrollit. Për sot kemi vendosur të bëjmë të përgatisim një burrito vici. Për këtë recet na duhen këtu: specat e gjelbër, specat e kuq, kaçkavalli, na duhen qept, na duhet fajita edhe soja sos. I qesëm pak vaj ulliri, pastaj e hedhëm mishin. Mishin e fërgujna deri sa të skuqet. Marrëm gjithmonë kryp i qesëm. Edhe shkojnë aty e skuqur. Nuk e skuqëm deri krejt në fund, për arsye që e kena edhe specat e kuq edhe gjelbër që do të njëjtin kohë mu shku bashk, mu pregadit bashk. Si që dini, pajisjet janë të Frigo Deluxe-it shumë të mira, për arsye që të japin hapësirë me punu mirë, pastër edhe janë të leta me mbajt. Me Frigo Deluxe Hibi i ka bashkëpunime shumë të mira, i cili na përshtatet për punën dhe kuzhinën të cilët na e punojmë. Tash i qesëm specat e gjelbër, edhe pak specat kuq, edhe i fërgujna së bashku. Derisa të nisen më skuq edhe specat nisen më bë të butë. Presëm
edhe pak, edhe i qesëm edhe qept. Arsyeja pse qept i qesëm në fund, mos të përgohen ma shumë se që dohet. Para se me përmendu, e qesëm edhe melmesat. Melmesat janë shumë të mira, për do kuzhiniera nëse e din, kjo quhet melmesa fajita. Në fund fore, qesëm edhe soja sos. Soja sos i jep edhe aromë, edhe i lidh fajitën me perimet edhe me mishin. Dhe më thonë, gjithë shka ka përfundu këto. Tash, fillojna me përgatitin e burritos të viqit. E morëm ka shkavollën, edhe qesëm bipet, sipër. Tash e morëm edhe mishin, edhe perimet, edhe qesëm mbi burrito. Fillojna me pështjellën e burritos, në më thonë në këtë formë shkojmë, edhe mborëm këtë mënyrë qështu. Edhe afrojna afër vetit, për me na dalë mirë, si mos me u prish burrito. Qesëm pak vaj ulliri, edhe morëm burriton, e qesëm sipërme, dhe sot skuqet. Tash e rrotllojmë, ka nisë më skuqur, në dy anët, edhe e servojna në pijat. Tash fillojna me prerjen e burritos, edhe e servojna në pijat. Tu kena salcën të cilët e përgatisëm na. Qesëm pak krëp, edhe pak biberzi. Zakonisht ke shkon edhe ko dikush dëshiron me qitë edhe limon, në varet prej shijes njerit, edhe na e bojna në këtë mënyrë. Pijata është e përfundume. Këtë burrito mund të gjeni të gjitha pikat e Hip Petrollit, restoran Hip Petrol. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, është koha tani për 5 pyetjet në kajmak, të cilat i ka përgatitur Ben Apolloni. Këtu janë 25 pyetje, nga një pyetje e merr prej secilit kavanoz. Mirë po, para se të shkojmë te pyetjet me spec. A ketë me spec, na? Zdi. Okej. Unë nuk i lexoj se s'm lën beni mi lexu, për shkak se thot ti ndrej se s'ki qef mia prish tripin mysafirve. Kështu që unë ndreqi tripin me qito syzat optika Simoni. A ki syzat, ja Jo, pas s'kam syzat? nevoj, jo. S'ki nevoja, sa mirë. Ani shko bleni pal kështu Vesh për trep kështu mi pasur, trep. okej, ama ngjyra shumë bukur. Mu dok ma frajera, din që sa bukur për më rrinë mu. Po, tepër. Veç pak se për ta qaj mesazhin. Mos e lexo, Jo, okej. vetëm copy and paste në 5 adresa. 5 miqve dhe trego kujt po ja dërgon, okej? Okej. 5 miqve, Po. Grus, miqve, kujt dush? Kujt ke dëshirë ti me ja qu? Copy paste, apo? Pimaj qëto syza se po po mrikan shumë mirë. bukur. Copy. Copy and paste. 5 njerëzve, Po. Ta shofim kuj pja qënë. Që ja pa to zberishës një. po mire ki vështi SMS mi shua. SMS. A gjete? Po, Fatoni Sufit pja qaj. Okej. Faton. Sufi. E qashu ke që të bë? Sa shmenazi? Okej. Ma se ledza. Unë e ta ledzaj. A mja që Lena sa? Qoja. 2. A pja që edhe Lena. Sa u bënë ven? Ja, 2. Tosi, Fatoni, Lena, Bufi, edhe një. Bufi. Okej. I nisa, ku që ka ndodhë tash atë? Fatoni e të më thirë, i Sufi. Veç pak, ta ledzaj unë e këto. Po hajt, po thira? Po dhe? Lejmëro. E qa dush mi? Ma qak? A të kanë ty paswordin e numërit atë? Jo më rep, se qa?
Që o marrë një mesazh shumë interesant. Ja, ide s'kam. Në gramatika, ti kështë ta qojnë. Unë jam më të umë të kem nevojë dhe unë jetë e kërë O jo më të gjeri, bërë s'di që kom qupa sham, unë veç ta 5 vetave të qaja. Batan! Të gjeri jam në emision. Do më thonë, ma boni forward të SMS-e, tha veç boni copy-paste, dikujna të qaja. Unë vash, apo do të thyrë dhe numëri? Ej, për ndryshe i kom 2000 veta publik për bol, kejt për lypin të korikun ba blok. Fala gjeri shumë, ha? Fala është të të bodë. Fala, Fatan! Kujdes, agroni është këtu. Një mpuq, ty kon agroni këtu. Hajde, shimi kismet. Ciao. Me kismet. Kismet, ma qak, shnet, ej. Hajde, Tong. Po dhe se s'është natyre jeme dhe të lutem më bëjnë. Po dhe të lutem, nejse, po ne e shkruam ashtu, dhe thotë, Beni e ka shkruar kështu. Do me thamë, ta lexojmë. E kujna këtë shkë, mara kësy të kush bëske dasht, bja që këtë mesazh Fatmir Spahiut, mara që. Këqyre kush ta ka që? E kujna këtë shkë numri, rëvici, jo, po kujna qova. Fatosit. Fatosit Berishës, po. Fatosit ta ka këdhja. Veç, hajde bëne një selfie edhe qoja Fatosit. E din, se dhe Fatosi e ka hungër me SMS pazarar. Jo të lutëm se pas ka hungër dhe ty të njëjtën. Mesazhi që i ka shku miqve të Fatosit është: tung njeri, po të shkruj me të kallëzu që jo mirë, i lumtur dhe pas një problem. Dhe që s'është e vërtet. Po hajtë se më pëlqen me jetu në komedi se qysh e din, dramat as në skenë si kom qif. Hajde, a ki kohë për një kafe se dhe ne aktorët kemi nevoj për pushim dhe dikë që paguan. Dhe me ka paguan, më s'po thëmë së është e ronë. Okej, shkojmë tani me pytjet në kajmak, 5 në kajmak, zgjidhe Të një. Berisha ka kesh këtu. Ama. Veç të vetë se i qova vida. Po, a ka bo video? Ja bona one. Pas ka hungër dhe ty të njëjtën. Edhe ka kesh këtë farë, emoji me të kesh. Okej. Okej, tash me hap njënë, na cilën do Po, për cilën këtëna. dush? Edhe veç me një Veç një? u krya. Ma jep mu ta hekam dej. Që tha? Po, shumë bukur, Okej, po na. shumë bukur. Ta shofim çka ka shkretu Beni. Në një univers paralel, nëse nuk do të ishe aktor, do të ishe pronar i kafe apo politikan që premton më shumë role për aktorët. Në një univers paralel. Nëse si shakon aktor, kishe me konë pronarin i kafes, ose politikan që lunë shumë role. Që premton, apo qka? Lunë, se politikanët i ka cekë që dhe me kërë më aktorë se na i bjenë kjo, vëdhen, rajnë e bujnë edhe. Na rajnë s'kena, ta rajnë për një me. Kam ju bë ura, fort, a din sa ura kam ju. Mas 6 gjatë dhe zerë, ku gjo. Edhe qerdhe? Po, sa, do me thonë, ja, unë kësha zgjedhë të e ditë situatën tonë, për mënej, fej mas lufte, politikanë jo se jo. A vëdhen? Kur heq? Jo. Pronari kafeve kom qenë, kom pas plot kafe, a vëdhen edhe nuk kona ndjenë që a vëdhen të përmbushë, se të varet bënë për të bëllë gjë lekash, ose për të hu plak, unë kom hu plak të njetën me kafe. Po rritë që kjo universi paralel ba plak, Beni apo mnin. Po rri aktor në regull jam. Të universi paralel që tu përri mbena të aktori. Edhe e ka thonë edhe në SMS, jam i happy që shtu që jam. Ja, fantastik është kjo. Mishtë të nderuar është radha ta ndjekim se çfarë recete sot po na pregadit Ola. Përshëndetje shikues të nderuar. Tash që është pranvera dhe është gjëna mos më shfrytzu, po rreth të cilët janë jashtëzakonisht të shëndetshëm. Hithat, zelet, ka të që të kine me bo me laknorë diçka shumë e shëndetshme, shumë e mirë, shumë e lehtë për me provu, edhe ju kisha preferu. Prandaj unë sot du t'jërgoj një recept, edhe ashtu gjithsesi po bazohem në do receptat vjetra mi kthy
sepse po jonë shumë të shëndetshme, shumë të mira, edhe ju kisha preferu me bo një laknur me pure, të cilët une e kom specialitet timin, edhe zakonisht ata që me njohin dhe që me din, gjithmonë kur t'i thras në drejk ose në dark ma bojnë, kur gjë mos na bo, vetëm na pregadit një laknur me pure. E unë po ju tregoj se çfarë ju duhet. Pure ju nevojitën për laknur, do me thonë dikun për një 4-5 antar, një tepsi që i thojmë natë shporetit 4 ore, ju vitën 2 tuba pore ose një tub varet sa i do një pore, qatë që qitni, mos u bazoni aty që ka që atat, sepse zakonisht poret i qitni sa këni digjë. Por, unë përafërsisht i boj dikon një tube gjysë ose 2 pore. Pastaj, ju nevojitet 200 mililitra yndyrë, po nga ajo 200 mililitra yndyrë, gjithmonë e lene një 2 lugë me ly tepsin dhe një 2 lugë me ly mbi. Por, unë masi tash li kemi këtë letrën e fino, përpjekje, po du me provu sot me bo me letër fino poshtë në tepsi, për arsye se i kursej 2 lugë vaj edhe bohet ma pak me ndyrë. Do me thonë, nuk kam nevoj me ly, me vaj, do me thonë, i kursejm 2 lugë vaj që është shumë i rëndësishme për shëndetin tonë. Edhe tash do t'a provojmë se si del edhe me letrën fino. Do me thonë, ju vyten 200 ml yndyrë, 200 ml ujë mineral, 2 ve, 400 gram mjell, 400 ml qumsht, 1 ajk dhe kryp kur gjë tjetër. Atëherë e fillojmë pregaditja. Spari, është me rëndësi purit kur t'i preni. Nuk duhet mi prej rumbullakt, por duhet mi prej kështu, do me thonë, në formë një pore preni në 4 pjesë, që kjo mos mi umbet purit në për laknor, po me qenë thjesht edhe matim. Edhe tashti i boni kështu, do me thonë, dikun për 1 centimetër gjata. As fort timta, as fort gjata. Tani për shembull kur ti preni purit, zakonisht ndoshta ju keni preferu përpara me bo purit ma tin, por nëse boni shumë të int, ata kur piqen edhe zijen edhe bon, atëre ju hupaju edhe thjesht nuk vrehen. Bukuria e këtij laknurit është me u vrejt purit që janë nëpër brum. Prandaj ishte arsyeja mi prej pak matrash, jo krejt int. Ret që tashti i prejtëm të gjitha këto, edhe tani e qesim purit e prerë në tenxhere dhe të një alshojmë kryp. Normal krypën e auronit shumë e shishme dhe shumë e mi. Kjo e donë pak ma shumë kryp, prandaj i qitni si pas dëshires kryp, por pak ma shumë. Dhe tashti i merrni të gjitha këto, i veni në tenxhere pa vaj, të më thënë vetëm purit me kryp. Edhe i përzini mirë, dhe i leni vetëm ca të marrin valë. Të më thënë si të marrin valën me kryp, atëherë i largoni prej shporetit. Të më thënë vetëm pak sa me uzbu. Dhe tashti fillojmë me pregadit brumin. Spari i qëtë një 2 ve dhe i përzini mirë. Sigurisht ka me marë kritikat mëdhaja, sepse na ka ona dugagjinit anena kur të bojmë laknore në Kolomajt, e bojmë me shumë madh, me shumë klyn, me shumë bylmet, edhe është zakonisht tiron. Por, kjo është arsyeja sepse unë kom bo një kombinim ka dugagjini dhe knena ka Prishtina që me hongër një laknur shumë të mirë, por mos me qenë me shumë yndyrë dhe me ju pëlqy, dhe me thonë, mos me ju bo dam për shëndet. Dhe me thonë, jetu një 2 ve, pastaj i veni 2 decilitra yndyrë. Edhe lene pak sa për me ly pjesën e sipër me kur të doni me pjek laknure. Pastaj janë qitë një 400 ml qumsht. E përzini mirë dhe 200 ml ujë mineral. Une nuk e preferoj me qitë pluhur për pjekje, as sot bukës në kësi laknur, për arsye se du mi andëznia të shijen e minit, e shijen e lakneve me qka do që të bëj.
Dhe këto e përzini mirë. Edhe tash, këto veç që kanë marrë një valë, dhe më thonë mjafton kaq, e mbuloni kështu dhe e leni kështu pak të zbutët në vete. Hiq ma shumë. Sepse duhet me në llogaritë se kjo duhet edhe me u pjek në furrë, prandaj kjo mjafton. E leni kështu të mbulume dhe kjo mjafton kështu. Dhe tash ti marrim 400 gram miell. Miellin ja shtoni gandal kështu. Brumi nuk duhet me qenë shumë i trash, as shumë i hollë, dhe më thonë, diku parafërsisht pak ma i trash se brumi i flisë. Dhe tani, i lojmë pak, masi kemi largu prej shpëretit pak porritën këto, dhe se kemi pregadit brumin, atëre ja shtojmë purive 4 lugë yndyrë. Dhe kësa ja shtojmë 4 lugë yndyrë dhe një ajtë kosit. Dhe më thonë që ta ashte e fitoni një krem shumë të mirë porive, që mundeni me pa sa është të mirë, sa është e bukur edhe me pa, dhe fitoni një krem kështu shumë të mirë. Dhe tash e pregadisim tepsin. E marrim e shtrojmë në letrës të fina. Sa praktike mirë që të prejtë jaza të në studentëve mirë. Dhe para si ta zbrazin e tepsi, kontrolloni brumin. Brumi dhe me thonë pak është deri sa kandet edhe pak o trash, atëre i shtoni edhe pak ujë mineral dhe qet një gjysën e brumit poshtë. Dhe këto e hapni në tepsi. E shpëndoni mirë brumin, kështu në tepsi. Zakonisht, purit, kur doni me qitë to, është pa mundur me qitë me lugë njëjtë, prandaj unë e preferoj edhe në shtëpi gjithmonë i qes me dorë. Për me mujtë me shpërnda sa ma mirë në çdo pjesë të tepsisë. Prandaj e merrni kështu. Këtë laknor mundeni me pregadit njëjtë mënyrë, me hitha, me lakna, me çka do që të keni dëshirë, do me thonë është brumi njëjtë, nuk ka shumë yndyrë, nuk është shumë i rëndë, prandaj lirisht mundeni me bo me çka do që keni dëshirë, por brumin e keni kështu të njëjtë. Dhe tani e veni brumin ngadalë për mi. Dhe tani, në fund, i vene kështu vaj për mi, do me thonë që i keni hjek nga 2 decilitra yndyrë që i keni pas, që mos me pas shumë, edhe ja vene për mi. Laknori i olës u kry, tashti munëm, borë, ma knoqë që kjo borë. Aqë për nga letëson punë në kuzhinë, sa të munën me dhe është kvalitet, është e mirë, është e butë, që ajo është me rëndësi. Edhe tani, e dhezin furën maksimum, 250-280 varet që që keni furat, edhe e pjekum deri sa të skuqet ko pjesa nalë, dikun parafërsisht 30 deri në 40 minuta. O, zot, unë shumë ju gëzu kur më kanë tregu që është në emisionin tonë edhe kafa Vilveta, për arsye se aqë kom nevoj, kur po lodhem, me pi një kafe shumë të mirë. Dhe tani po e shifni çfarë shkume të mirë ka, tamam kajmak. Dhe ju kisha preferu ta provoni edhe ju. Për mua jashtëzakonisht e mirë. Edhe ja kom adet kafeve, veç kjo të koka kafe mirë, s'po deshe më mundu shumë për me dalë mirë. Andaj, shikus të nderuar,
Me kafe Velveta do të keni disponim të mirë. Shumë e mirë. Dhe tani, unë po e pi këtë kafe deri sa të pjekët laknore dhe besoj që për 5 minuta do t'jeti gatshëm. Wow! Shikues të nderuar, mund më ju thonë lirisht pjekeni me letër për arsye se me letër normal të fino, për arsye se po bëj ka shumë mirë. Zakonisht përpara mu kap ke kjo, tash kjo thjesht është shkaf prej tepsisë se mundet mu servu madhe. Dhe ja shikues të nderuar, një laknor i holl, i mirë, me pure, të cilë ju preferoj të aprovoni këto ditë pranverore. Deri në emisionin e ardhshëm, shikues të nderuar, unë ju përshëndes duke uruar që të mirë. E dyta. A me prish që ja bën tjerva jo? Atë shkyj sa. Shkyj e lirisht. Po do asim ja lot trunin benet, për shtaj kam. Jo, shkyj e lirisht. Asnjë pyetje deri tash se kemi pas të tillë. Ja, ke pa lidhur. Thot, kur lujtje në filmin Dosër K, a mendove se K është për kryeziu? Jo, valla. Për qa ki velu? Logjika, jo, se mu më është nisë skenarin fillim, dhe e di pëse u bo, dosja e krimit që është kjo. Po s'pas na menu kur që kryezi. Jo, ja, s'pas na menu. Kër lujtë të drejnë, që për ndryshe përvoj shumë e mirë të filmin. Edhe jam këthy mas kesh në Belgjik, po të Gazit që ka qenë asistent të regjis, të motra e ti lujta në një film të shkurt, para 2-3 jave e këmë qenë. Po? E pranova me lujt asajo studente në regji, veç për ta kthy qatë emocionin e dosjes kë. Si shkoj? Shumë perfekt. Po tash e bukra kese, kur e kemi vot dosjer kë, mu më është më ofru jetesa që, edhe me rnun në Belgjik, edhe me marrë role me punu. Në thesha që pëdu me të në këtjof. A pëtën? E që jeton Kosovë? Edhe je fa. Po jam I lumë të më prasë. Shumë mirë je në Kosovë, asë më su shqetësa. Edhe, po tash e bukra tjetër këtë që profesorat që kisha lujt të filmi, I kishin thonë motrës së Gazit, kush është kjo aktor? A lunë në për filmat të mdhe e kështu me ra. Se s'kemi po aktorët të zhanrit, të nivellit të tila. Edhe unë ima shumë mirë. Shumë mirë. Po, më këthej. Po, ndëgja, profesorat zakonisht janë ata që vlerësojnë mas miri. Po, plus bufi ka kesh veç, të semesi. Se I ka ditë që është në e farë humorisk. E ka ditë. Okej, hajde. Du më dhënë gratja fantastike, kushe që I këta. Veç bënja selfie edhe ditën e mirë. Kushe që I këta, motrat Mustafa me shujnë. Trat, Mustafa. Fa. A e din ku je? Po e din se lash në magra. A e din ku jam? Ja, motrat Mustafa, e mërë vesh tash. Okej, hajde shkojmë me pyetjen e tretë. Për ndryshe, gjuna që s'kena shumë treg na për të prodhu filma ma shumë për gjeneratet e reja. Gjuna që s'kena ma shumë popullat. Pare. A është e vërtet se kur thret taksi, thret gjithmonë dy taksi. Një për vetë, një për kokën tonë të madhe. Se ka mo! Ku qëfar bëhavë, humori I ben qatë kisha bo, që tash për qëta. Nuk është e vërtet, nuk thras taksi. Në taksi kom hyp shumë pak, kom hyp në kohën kur kom qeni dënum me kusht për një aksident që kom pasë. Ja, okej. Edhe nuk e preferoj ose e kom fobi me më vozit dikush tjetër. As grunë se lenë me të vozit? Jo, s'ka shans.
Qenë ke si agroni? Do më thonë, po e du sigurin me pas vetë në kontrol. Madje, si student në Prishtinë, kur s'kum pas vetur, nuk kom shku në Prizren të familja, veç që u dasht me yp në autobus. Do më s'kum shku me 2-3 muj. Dhe pas nga bo zgjidhen, e kum ble me njëre një farë golfi dërsh në atë vakët e kum pas. Edhe tash veç vetë. Kështu që nuk i thras dy as një. Pse t'ka ndodhë aksidenti, masi je sigurt vete? Pse ka ndodhë, për aksidenti ndodhë. Është energji që të ngrej, po. Del dikush në Jem kom pak atër me në matletë dhe sena, dhe i gra shpejtë dhe sena dhe... Qashtë. Pasojat e ki hunën e kom strend për aksidentit. E kom pa ta thuj që të hunë. Që ta po e kom strend. Për aksidentit. Jo, s'po shihet. Po, nuk dalohet shumë, po veç me bo fotografinë e shetë që e kam fjon. A ke pas ndoj moment kur duhet qaje dhe ke menduar për gjendjen e artit në Kosovë dhe ke qarë më shumë se gjduaj. Te vaj, unë e kom problem jetësor këtë punën, se e di që kur ka njeri për artin i sejsh, këto jo për ta thamë, po problemi është që për me kam problem, nuk kaj. Unë e di që vaj të shliran të aseja, po e ke vështirë me... Shumë vështirë. Çka bën në raste? Ndodhë që ka knaj, ndodhë që ka nga ma heka, Po njerëz të ndryshëm lirohen mënyra të ndryshme, nuk do të thotë që vetëm vaj. Kangës, po e di pe psikologjisë, pe njerëzve që kanë studiu, dhe më vaj të shliran të asë, e unë e kam shumë vështirë me kaj, tepër vështirë. Ku vedi çfarë situatë me ndodhë, unë e kam qef me kontrolu. Sa e menaxhon ty e kontrolu situatën? Po, shumë e kam asi. Ma ne është problem, s'kemi pas shumë rast deke në familjen tonë, po gjyshrit veç, po edhe aty nuk mëj me kajtë. Ma ne më duket shumë i djatë veqja, se është një farë tradite ku do shme derë dojtë me të pa dhe kush që më derë djatë. Si thijem. Nuk më delë, se di a defekt, a burnia që me qëjtë ta, po këtë zbrazjen, unë e konsideraj që e bëj tuknu. Konsideraj unë, tash se di sa. Pjata e ëmbël natyrisht si zakonisht tër këto vite na vjen prej Rudi Loçkës. Ta shohim se çka po na përgatit sot. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë të diel e ku tjetër në majtë të Gjuhës me Gjere. Sot do ta bëjmë një dekor të ëmbëlsirës, për vajza, do ta bëjmë me flutra, me kurtela roz, edhe do të dilë shumë e bukur, kështu që mundeni me pa se si e dekorojmë na, edhe mundeni me avo vajzave t'juja që i keni në shtëpi. Unë e kam përgatit një torte, një nga recetat të cilat veç i keni ju në kanalin ton të YouTube-it, kështu që mundeni edhe ndonjë recetë të preferuar, dhe këtu e kam panën e rrohur, që do t'ja vendosim në ëmbëlsirës rreth e rreth, edhe në pjesën e poshtme. Shumë shpesh këto dekore duken shumë të lehta, që ua rekomandoj, mirë po, kam pas rastin kur shumë shoqet mia, ti ma kam bu për bën shumë lehtë, kur e kemi marrë na me provu, s'na ka dalë aso gjyza, kështu që gjithë shka shkon me praktikë. Sa ma shumë të praktikoni, aq ma lehtë ju vjen edhe realizimi. Sa i përket recetës, mundeni edhe ndonjë ëmbëlsirë të cilën e preferoni ju më shumë, mirë po duni me pas parasysh që të këto 5 tortet që janë më të larta, se të zakonshmet, atëherë duhet të ketë më shumë sasi të petës në mënyrë që të na qëndroj ëmbëlsira. Unë i kam këtu të shpatullat, që do t'i rrafshoj ëmbëlsirën dhe ashtu. Fillimisht, ta shfilloj në pjesën sipër, derisa të rrafshohet kryesisht mirë këtë pjesën e ekstra, se prap kemi me rrafshu edhe anash, kështu që veç me ditë, ja hekim këtë pjesën që është sasi më e madhe.
Dekorin mundeni ëmbëlsirën edhe me shlag, nëse ju vjen ma lehtë, edhe me shlag mundeni me mbulu. Kështu që krejt varet prej dëshirës se se preferoni ju. Dhe mundeni me ja bo dhe këto vizat që ja bona une. Dhe më thonë veç me dori shkani poshtë dhe lartë edhe s'ka kurvar problemi. E pastrojmë nga dalë diskon. Në mënyrë, apo pjatën që e keni ju në shtëpi, kështu që varësisht ku e vendosë të ëmbëlsirën. Mos me na utupe pa poste. Dhe pastaj unë i ka marrë disa flutura edhe kurdele roz që do t'ja vendose sipër dhe anash. Unë i kam qëto flutura të printuara. Vendosim një këto. Në mënyrë që në të gjitha anët të kemi flutura. Dhe pastaj, unë kam e marrë edhe qesen e pastiqerisë me dredh. Nja vendos edhe sipër këto ato dredha që t'i vendosim edhe kurdelat. Kështu, ta marrë qesen e pastiqerisë. Në këtë formë vinë qeset e pastiqerisë, e ndoani njërën. Dhe pastaj i kemi këto format që dojmë me i vendos. Kemi këtë formën e madhe. E largoni gjithmonë këtë pjesën që e prini, pasi që shumë letë mundeni me harru dhe me u përzi me kremë dhe veç kur e shinin tortë e mrena. Që duni me pas shumë kujdes. Sasinë e panës që në kam bërë, të vendosim në qese. Dhe fillojmë në këtë pjesën, i vendosim si në formë të dredhës. Dhe të kjo pjesa sipër kemi me i vendos edhe kurdela në gjyrë rozë. Kështu e kam shiritin e kurdelave. Fillimisht i lidhem dhe i prejmë në formë të njëjtë. Dhe kurdeli i parë vendoset në pjesën parë. Dhe kështu vazhdojmë me radhë, i vendosim 4 kurdela në 4 anët e ëmbëlsirës, kështu që në cilën anë me e sirë ëmbëlsirën e ke nga një kurdel. Po gjithmonë do të me urujt që mos një aqit flutrës për sipër, që me u pa edhe dekori i flutrës edhe i kurdelit. Dhe jam ishte dashur një ëmbëlsirë shumë e lehtë, dekor i thjeshtë, mundeni me i vendosë edhe sasi më të madhe të fluturave, sipas dëshirës edhe kurdele, kështu që vetëm një ide se si ta realizoni një ëmbëlsirë për vajzën tuaj në shtëpi, si ta dekoroni. Deri të rrjedhën ardhshme në ndiqje. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Tjetrën e ka thonë, është e vërtet që aktorët e teatrit njihen më superior se ata të filmave e të serialeve, apo thjesht kanë më pak mundësi për të bërë pare. Përgjigja është që kjo e fundit, thjesht kanë mundësi me bërë më pak pare, por më superior nuk mujnë muni ata të teatrit më shumë se ne që jemi të profilizum të serialit dhe të filmave për një detaj të thjesht për ta marrë. Në më thonë, nëse një aktor i teatrit shkon, penzojmë në gjykat me marrë një letër për një firmë e cila nuk është e ndjekune ose në falimentem, për një biznes. E anë një 3-4 ditë. E anë një jo këgja, për derisa natë që jemi më superior se sa ata të teatrit, e marim halapa i mrena. Po besoj që ke kjo. Ke shumë e qatë. Ata vazhdojnë me undi më superior, edhe lëtrin me galderop të grisur. Po bëjhome, jesë e kam kolegi, fantastik. Shumë bukur, atë pëlqeu që ky langu? Po, shumë e mirë, tepër. Shumë mirë. Fatos, tash jemi të fundi, por jo edhe të fundi komplet për ty, i detyrave tua patriotike. Atë ka ardhur edhe në SMS? Po,
Është shokush, gruaja, okej, do më ka injoru. Edhe... Shumë po më pëlqen. Edhe bufi ka kesh, besë, okej. Një recetë e re e shkëlqyeshme edhe prej 2 durve të majta të Deas. Mirë se vini të dashur në mes të pjata e bebit. Sot po takohemi për me përgatit një super smoothie. Smoothie, si që dini edhe ju që keni fëmijë, është gjithmonë ushqimi i preferuar i fëmijëve. Ngjason pak me akullore, ngjason pak me një lëng të shishëm. Mirë po, ky ka me qenë një kombinim tepër i shëndetshëm, për shkak se ka me përmbajt turmerik, xhenxhefil, kanel, edhe banane, si dihet si një frut me shumë fibra, me vitamin A, e me shumë benefite tjera shëndetësore, edhe gjithashtu kemi me pas qumësht si pas dëshirës tuaj. Mundeni qumësht lope, mundeni qumësht bimor, ajo let mbetet në zgjedhjen tuaj, se kesh të thonë në ndërgjegjen tuaj. Mos i tregoni fëmijëve që kjo smoothie përmban turmerik edhe xhenxhefil, se me një herë kanë me refuzu. Mirë po, nëse e provojmë pa e di çka përmban, kam ju pëlqyer shumë, edhe kur nuk kanë me ndru këtë lloj të smoothie. Mos të flas edhe unë më shumë. Shkojmë me një herë, na nevojiten 2 banane. Hisë është me rëndësi qysh i coptojmë, se në blender kanë me u përzi krejt. Këtu e kam një lugë gjelle kanel, një lugë gjelle turmerik, edhe një lugë gjelle ginger apo xhenxhefil i kaluar në rinde. Do me thonë veç, edhe pse unë e thash për banane s'ka lidhje që shqiptoni, për xhenxhefilin kujdesuni që me qenë kështu i grimcuar imt, për shkak që ma lehtë me u përzi këtu në blender. Për ndryshe për turmerikun, veç ju kom tregu edhe ma herët, është një anti-inflamator shumë i shëndetshëm, ndihmon me te i kalu griprat më lehtë, është antikancerogen, i pastron enët e gjakut, e shumë benefite tjera. Kemi një gotë e gjysëm qumësht, një herë po ja hedhi vetëm një gotë, edhe e kemi një lugë mjalt. Që kështu. Me blender, se kolegët e mi ju kom tregu që po thojnë Deas për dhe me përdor blenderin. Unë e vish deri sa t'ja gjej. Që, shumë e thjeshtë është. Edhe gyneri, kolegu jam po thot era tepër e mirë, o tepër brësht era mirë. Provojeni edhe e shini vetë, unë s'mëjmë ju tregu prej këtuhet. S'po e përzi ma shumë. Tash po thujnë, kolegët e mi s'din deja me qelë blenderin, o din deja me qelë blenderin, krejti din deja. Pa. Me qëto, shikus dashur e kom shkri. E kom shkri. Unë e lashmo, u dërzova me këtë pijet, dashur meq, s'kom qa lypi mo këto. Kjo ke kulminacioni. Hajde ditën e mirë. Shihëme. Këtu e kemi tregimin e emisionit, praktikisht. Unë e kom shkru fjalin e parë, dhe pastaj kanë vazhdu të gjithë mysafirët me shkru nga një fjali të gjërë apo të shkurt, lidhur me emisionin. Qëto që e bënë mësat? Okej, për jetimi jam, për shkrimi jam. Do me thanë, në fund të komplet sezonit, në fund të vitit 2025, do të lexohet komplet tregimi, mas e ta shojmë qa ka dalë. Edhe një pytje e kom në fund, masi që ta përfundosh këtë, se nuk të leo pa me shku, pa e shtru qatë pytje. Që si, shkrimin e kom shumë të kjaqë. S'ka lidhje, e lexon ti. Po, kënaqësi, a me lezu? Kur të krynë.
Knasi unë diva si në shpinë teme, edhe të falenderoj shumë që më ktheve 22 vjetë. Do më thonë, 22 vjetë një kësim rapa, jo, ma shumë. 22, 25 vjetë mrapa. 44 i bëj me 4 korek. 25 vjetë mrapa. Do më thonë, prej 95-ës jemi 2025, a i bjerë 25 vjetë? 30, a? 30 jenë plak, E kena përmend dashunin e parë në klas 6. Sa vjet? Sa vjet që ke qenë? Edhe ma shumë më shkeka. Pelojnë 30 që që veçani sa mu skuq, pe pleshtis. 44 njëri. A, shumë po duke da? Po, mos t'i përmeni tash të Po mija. flasim 30 vjetë, a përdo në majta, ato si hina shkollës fillore, të më nënë ma shumë vjetë. Këna si, unë niva si në shpinë teme. Edhe të falenderit shumë që më ktheve 40 vjetë në Së të lijet 30, ama si këllon. 30, okej. Fantazia. Për ndryshe, po du me të pyte edhe diçka, para se me përfundu emisionin, përbjeli që ato mangë pak. Më spritofsh. Do vjen kështu keta, që thua? Po. Na i spjego që to tatu. Ah, tatut. Shumë kom qef me bo tatu e kur s'marrë gudzim. E para ka qenë fejesa jame me Lena. Me Lena. Po. E ma mund mendja se e lexova. Edhe Lena e ka Fadel, më duket se ka Lena. Edhe Lena e ka Fatas, këtë ka si me fejesa jo. Mande me këto e kam qikave këtu. Nina ka, Nina? po e para, Uma e dyta. Mane qëtu i kumbo Lenën, Ninën, Umën. Edhe kjo është që ajo forma që kumë dashtë me bona atë kohë, të quhet Maori, e kumë përfundu. Te qëtu, kjo ka qenë e para pome mu bo te qëtu, te i naltë krej. Po e ke lënë deri Po aty. mande e kumë bo që të farë trungu i familjarë, të shumë familja, edhe ku janë Lena dhe dy qikat. Djalin? E nësë kumë mes me i bo, djalin. Okay. Djalin mos me bojnë të pasme. A vëdën, se logjika është kjo. Nesë na për vetës. Në më thonë, na djenë si të bojmë një të njetën, po mëne e ki interesin që rënd të prend të kështu me radhë. Si të bën një femën një nuse, baba nana për djenë të shkunë. A kanë shku për ty? Këshire, jo në kuptimin e... Por? Po, kur të bën gru, asi, krijon familjen tonë, sa në mane, o, logjika jo që veç shkon të bo veç... Pse vajza jo? Të na thojnë ka bëthaj grus, apo të... E vajza, edhe nëse e bën burin, ajo prap ka me bo pa prend. Kjo është si një dhe njës që bojnë dy. E prandaj thash djalin e kisha bon të pasme, se ai vesh të shef për interes, shef për dekut, asi si të bën kjerën tonë, fa shpinë tonë, të trashë ta merë ato sene, që zotruna që i ka unë kam ndo njëjtë, si të bën nusën, mo ti si e interesant për ta. Veç për këta. Okej. Edhe se ku mbo djallin, për që qysh menojnë shqiptarët djallë, ku mbo dhe një fmi për në fazën ku ishim na, ju thëmë gjithve, nëse vinin në moshën tonë, teme, me bo një fmi, mi 40-at, se ta po të ndrejsh këtë ripin kejtë, po të ndrej ke jesën kejtë. Krej. Ka harmoni, ka disponim, ka gjallni shpia, këtë qikat, unë e Lena, du më nga ka ndru të ripin kejtë. Fantazirës. E ka për 3. E ka për 3, bravo. Martesën, e ka për 3 jetën të gjitha. Kështë që bëni, bablok, e kumë thonë edhe dika, fabrika s'kena, da den me prodhu kjerë sane, prodha një fmi shumë letë, është e dine që shumë. E dini që është duhet. Okej. Dhe për fund, natyrisht, e kemi ne edhe dhuratën për Fatosin, na dim se të tjirë. Na i shpinë, marigona. Ta kisha Shumë do, e ga, na i shpinë për mujtë. Ja, e kemi shumë modeste dhuratën, për shumë, do me thënë se. Pse të kemi thirë? Pse të kemi thirë? Me menajt bashkë, mu pa, si na pa matë. Si na pa matë, jo, që sa si jemi pari. Ka, kështu menajt, kështu që shënajtë më sëtë, pej këpurdave, pej pandemisë. Prej pandemisë. Po. Që atëherë këm qene para që të këm ardhë Po, të e di këpurda.
Edhe do me thonë nuk për kompliment, nuk ka njerëz se ka pa të emision. Nuk ka njerëz, që do mos të diaspora, ku asë e kam pa këtë. Okej, bufi ma shkujtë. Okej, bufi, okej. Këtu faleminderit shumë për këtë që e tha dhe për emisionin për kurdhat. Por, tani, po të lutna qumë kom mere që ato dhe ledzo që ka po të shkruan që aty. Qatë ka snak, Gjergjep. Qëta? Qikë. Kësi që asë, ja? Qaj rethi është joti. Ato lema që aty se du të mi qitë tjertë. One përsto u gëzova ma shumë. Adi sa u gëzova se kam një fotografi, bashkë s'kisha ku me lonë. E kjo, po hajtë, okej. Faleminderit shumë e vlerësoj. Qam ke kësi për mas të i kimi po gjyshe tona, po në eshin për para me qëse. A i monin me një djam, a e një tri. Faleminderit shumë e vlerësoj shumë. Shumë të faleminderit ty, mas pari që ke gjetë kohën me ardhë, edhe që na ke pru shyhret në shpi, se ti ka shkon... Me kleshni pak komunizmu zbe. A e pata energjinë e mirë. Energjinë e kam të mirë, po. Kur? E lexova, në vërtet jo që e lexova, po e pash në Instagram, një psikolog tha, kjo pozitiviteti që ja jep dikuj, kindness, ja rrit ta personit të cilit ja jep, ja rrit serotoninën. Me serotonin rritet imuniteti. Po jo që vetëm ati personi, po edhe ty, edhe njerëzve tjerë. Do me thonë të gjithve... Për shto s'kajo në garant. Të gjithve na e ke rritë serotoninën, edhe na ke rritë imunitetin dhe të falemderit shumë. Falemderit shumë ju. Për këtë gjë... Për me unë i vasin shpe, këtë. O, shumë të falemderit. Me janë shpe na i rezerve, kise do shme lujtë babën para fëmive. Këtu hetë që lujtë, as baba s'kysho. Falemderit shumë. Shumë të falemderit dhe miq të nderuar ishte kjo. E gjitha për sot, Fatosin e keni gjithë një në rrjetet sociale është shumë i pranishëm, por do ta keni edhe me projekte të reja. E mos harroni ta bleni ajvarin, specat, somborka, ketchupin dhe të gjitha me shenjën e nanas. Do ta keni në të gjitha supermarketet e kësaj qendrës së madhe tregtare të Rrethi. Mos t'ja përmeni amnin, të albi mo. Në dijet mo. Në miru pafshi. Ja, gjirojmë edhe njerë për fillimit, dra? Ha?